Sovraniteti Perëndis. Sot do të mësojmë për sovranitetin dhe për këtë do të hapim fjalën e Perëndisë së bashku. Në Bibël ne e gjejmë fjalën sovran 3 herë në Biblën e Shqip. Ndërsa në Biblën e mbretët James ju nuk do ta gjeni atë. Megjithatë, kuptimi është që Perëndia është sovran, është një kuptim biblik. Ne do të shohim 3 gjëra në lidhje me sovranitetin. Së pari kuptimi i sovranitetit, pastaj kufizimi i sovranitetit dhe së fundi qëllimi i sovranitetit. Le të fillojmë me të parën, kuptimin e sovranitetit. Për të kuptuar këtë, do të fillojmë tek Mateu kapitulli 20 e do të lexojmë vargjet 13 deri në 15. Bibla thot: "Por ai duke u përgjigju i tha njërit prej tyre: Miku, nuk mund të ha hakun. A nuk re në ujdi me mua për 1 denar? Merr atë që të takon ty dhe shko. Por unë dua t'i jap këtij të fundit aq sa ty. A nuk më lejohet të bëj me ti me ç'të dua, apo bëj sylik sepse unë jam i mirë?" Ajo që po ndodh në këtë histori është që pronari i vreshtit ka marrë punëtor me orë të ndryshme. Edhe ai bie dakord me ta për pagën dhe në fund u jep pagën siç kanë rënë dakord. Edhe atyre që kanë punuar 1 orë, ai u jep të njëjtë pagë me ata që punuan gjithë ditën. Ajo që ndodh është që disa u indinjuan dhe thanë që kjo nuk është e drejtë. Prit pak, i tha i zoti i vreshtit. A të mora unë në punë? Po. A jam dakord për 1 denar? Po. A të kam ngrënë hakun? Sigurisht që jo. A jam paratë e mia? A kam të drejtë të jap nga paratë e mia këtij tjetri aq sa dua? Patjetër. Por ajo që po ndodh këtu është që këta njerëz po i përdasin pronarit për gjërat që i takojnë pronarit. Por pronari ka të drejtë sovrane mbi gjërat e veta. Pronari tha: "A mund të bëj me ti me ç'të dua?" Dhe në fakt ky është kuptimi për sovranitetin. Kuptimi i bazë për sovranitetin është e drejtë supreme për të bërë çfarë të duash me gjërat që janë të tuat. Ne do e konkludojmë këtë kuptim pasi ta shohim Biblën të plotë. Por ky është kuptimi i bazë. I Zoti i vreshtit në këtë histori është vetë Perëndia. A mund të bëj ç'të dua me gjërat që janë të mia? Kjo është deklarata e Perëndisë. Po kështu është edhe me ju apo jo? Ju keni lek në xhepin tuaj. Zgjidhni ose të hani një darkë jashtë, ose t'ja jepni dikujt. Ju mund të bëni çfarë të doni me atë që është e juaja. E njëjta gjë është edhe me Perëndin. Dhe për këtë ne vim te Danieli kapitulli 4 dhe në vargun 35 lexojmë: "Tërë banorët e dheut përpara tij konsiderohen si asgjë. Ai vepron si të dojë me ushtritë e qiellit dhe me banorët e dheut. Askush nuk mund t'i ndalë dorën si t'i thotë çfarë po bën." Çfarë është duke thënë Bibla? Zoti bën ç'të dojë me njerëzit, me ushtritë e qiellit. Askush nuk mund t'ia ndalë dorën Perëndisë. Askush nuk ka të drejtë i thotë Perëndisë pse e bën atë që bën, sepse toka dhe qielli janë të tija. Domethënë, Zoti është sovran mbi gjërat e veta. Duhet të kuptojmë diçka, që kur vim puna për botën apo mishin ton, domethënë natyrën tonë të vjetër, bota dhe mishi ynë nuk duan që të pranojnë që i përkasin Perëndisë. Nuk duan që të pranojnë që Perëndia është sovran, edhe kundërshtojnë sovranitetin e Zotit. Por realiteti është që ti i përket Zotit, unë i përkas Zotit, të gjithë i përkasin Perëndisë. Ai ka të drejtë të bëjë ç'të dojë me ty, me mua, me ne. Ligji për të rirë 10 vargu 14 thotë: "Ja Zotit Perëndisë tënd i përkasin qiejt e qiejve, toka dhe gjithçka që ajo përmban." Pra Zotit i përket universi, Zotit i përket edhe njeriu. Ai ka të drejtë sovrane që të bëjë çfarë të dojë me gjërat e veta. Le të kthehemi tek ti. A ke të drejtë të hash darkë në restorant me lekët e tua? Përsëri po flasi për ty dhe jo për Perëndin. Po, ti je sovran mbi gjërat e tua. Ti ke të drejtë supreme të bësh çfarë të duash me gjërat që janë të tua. Mund ta shesësh shtëpinë ose ta japësh dhuratë. E njëjta gjë është edhe me Perëndin. Nëse diçka i përket Perëndisë, atëherë është e drejta e tij sovrane që të bësh ç'të dojë me gjërat e veta. Nuk ka rëndësi nëse mua më pëlqen kjo ose jo, nuk ka rëndësi nëse kjo ju pëlqen juve ose jo, kjo është e drejtë. Ju keni 1 orë dhe vendosin ta hidhni orën në kosh të plerave. Ju e keni të drejtën tuaj sovrane, supreme, për ta bërë këtë. Pavarësisht nëse ora do përdasi, nuk është e drejtë të më hedhësh në kosh ose jo. Le të shkojmë te Romakët 9 tani. Romakët 9, 19 e 20 thotë: "Ti do të më thuash pra, pse vazhdon të ankohet?
Kush mund në fakt të rezistoj vullnetit të tij? Por kush je ti, o njeri që i kundër përgjigjesh Perëndis? A mund t'i thot na mjeshtri pse më bëre këtu? Kështu? Perëndia është sovran dhe njeriu nuk mund t'i kundërvihet atij në sfidë që Perëndia të mos e arrijë të përmbush vullnetin e tij. Pra njeriu nuk ka fuqi të sfidojë vullnetin e Perëndis. Njeriu nuk mund t'i kundërvihet Perëndis në mënyrë që Perëndia të mos e përmbush planin e tij, sepse ai është sovran. Edhe Bibla tregon këtë. Ai bën ç'të doj me të vetat dhe vepron si të doj. Ai është Zoti. Amen. Fatkeqësisht jo vetëm bota, por ka edhe të krishterë që hedhin poshtë sovranitetin e Perëndis. Ju do të thoni, por këtë mësojnë edhe kalvinistët. Po e di, por kalvinistët shkojnë më tutje dhe dalin nga Bibla dhe ne dëshojmë këtë. Por jemi këtu për të parë çfarë thot Bibla. Dhe ne pam kuptimin bazë të sovranitetit që është e drejtë supreme për të bërë ç'do duash me gjërat e tua. Ky është kuptimi i sovranitetit. Le të shkojmë te kufi të sovranitetit. Tani nëse po flasim për kufi, duket sikur po zvoglojmë Perëndin në sovranitetin e tij. Në fakt nuk e zvoglojmë. Përkundrazi, Perëndia e Biblës është aq sovran saqë është në gjendje të kufizojë sovranitetin e tij. Mbajeni mend këtë fjali, sepse do të hapim shkrimet dhe do të shohim që kjo është ajo që Bibla thot. Pra Perëndia është aq sovran saqë është në gjendje të kufizojë sovranitetin e tij. Dhe një pyetje natyrshme është ku janë bazat biblike të kufimeve të sovranitetit. Që të përgjigjemi kësaj pyetje, ne duhet ta shohim Biblën të plotë dhe në mënyrë selektive. Ashtu siç kemi bërë deri tani duke parë Biblën të plotë dhe në mënyrë selektive. Së pari, kufimet e sovranitetit janë në natyrën e Perëndis. Pra janë tek natyra e Perëndis. Perëndia e Biblës zbulohet në fjalën e tij që ka një natyrë të pandryshueshme. Dhe ai nuk del jashtë natyrës së tij. Kjo është shumë e rëndësishme. Ne duhet ta mbajmë këtë dhe ta kuptojmë qartë dhe ta asimilojmë mirë këtë. Dhe të mos e hedhim poshtë këtë, sepse nëse Perëndia do të hedh poshtë natyrën e tij, ai do të pushojë si qeni i Perëndis, sepse atributet e Perëndis janë qenia e Perëndis, janë esenca e tij, domethënë ajo që ai është. Le të lexojmë te Isaia 6. Më falni, te Zbulesa 4 së pari. Zbulesa 4 vargu 8. Thot: edhe të katërt qeniet e gjalla kishin secila nga 6 krah për qark, edhe për brenda ishin plot me sy dhe nuk pushojnë kurrë as ditë as natë, duke thënë: I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë Zoti Perëndi, i plot fuqishëm që ishte, që është dhe që do të vijë. Pra Perëndia po thotë që Zoti ynë është i shenjtë. Gjithashtu te Isaia kemi të njëjtën gjë. I shenjtë, i shenjtë, i shenjtë Zoti i ushtrive. Bibla na mëson se si është Perëndia ynë. Dhe Perëndia ynë është i shenjtë. Kjo është cilësia e Perëndis. Kjo është natyra e Perëndis. Ky është një atribut i Perëndis. Tani pyetja është, a mundet që Perëndia të dalë jashtë natyrës së tij, domethënë të pushojë si qeni i shenjtë? Përgjigjja është jo, sepse kjo është natyra e Perëndis. Dhe nëse Perëndia del nga natyra e tij, domethënë pushon si qeni i shenjtë, ai pushon edhe si qeni Perëndi. Perëndia nuk është vetëm i shenjtë, por Perëndia është edhe dashuri. E Paragjonit 4:8 na mëson: ai që nuk ka dashuri nuk e ka njohur Perëndin, sepse Perëndia është dashuri. Po ashtu tek vargu 16 thuhet: dhe ne njohëm dhe besuam dashurinë që Perëndia ka për ne. Perëndia është dashuri. Pra, deklarata e Biblës për Zotin tonë është Perëndia është dashuri. Kjo është esenca e Perëndis. Kjo është natyra e Perëndis. Përsëri mund të pyesim, a mundet që Perëndia të dalë jashtë natyrës së tij, domethënë të pushojë si qeni dashuri? Përgjigjja është jo. Perëndia nuk është vetëm dashuri. Perëndia është edhe dritë. E Paragjonit 1:5 thotë: dhe ky është mesazhi që dëgjuam nga ai, dhe po ju shpallim juve. Perëndia është dritë. Dhe në të nuk ka kufare errësire. Perëndia e Biblës në natyrën e tij është dritë. Do të thotë që ai nuk është errësirë, thotë nuk ka kufare errësire. Errësira është një tip ose lloj i mëkatit. Perëndia në natyrën e tij kur nuk bën mëkat, kur nuk bën të keqen. Sepse nëse ai do të pushojë si qeni dritë, pushon edhe si qeni një Perëndi. Nëse do të pushojë si qeni i shenjtë, pushon si qeni Perëndi. Nëse do të pushonte si qeni i drejtë, pushon si qeni Perëndi. Nëse do të pushonte si qeni i dashur, pushon si qeni Perëndi. Prandaj a mund të dalë Perëndia jashtë natyrës së tij? Absolutisht jo. Perëndia nuk është vetëm dritë, ai është edhe i mirë. Psalmi 100 vargu 5.
sepse Zoti është i mirë. Perëndia, mirësia e tij është e përjetshme dhe besnikëria e tij vlen për gjitha brezat. Pra Perëndia i Biblës në natyrën e tij është i mirë, i dashur, plot mëshirë dhe hir. Përsëri, a mundet që Perëndia të dalë jashtë natyrës së tij? Përgjigjja është jo. Tani si mundet që një Perëndi i shenjtë dhe i dashur të mund të shpëtojë mëkatarin pa dalë nga natyra e tij? Si mundet një Perëndi që është dritë dhe i mirë të shpëtojë mëkatarin pa dalë nga natyra e tij? Si mundet një Perëndi që është i drejtë dhe i mëshirshëm të shpëtojë mëkatarin pa dalë nga natyra e tij? Kryqi është zgjidhja e Perëndisë. Pse është kryqi? Sepse kryqi bashkon të dyja këto. Dhe kryqi nuk e tjetërson Perëndin. Në kryq Perëndia e zbuloi veten e tij të shenjtë dhe ndëshkoi mëkatin në Jezu Krishtin. Dhe në kryq Perëndia zbulon veten e tij plot mëshirë, hir dhe dashuri dhe ofron falje nëpërmjet sakrificës së patëmet të qengjit të tij që është Krishti Jezus. Në qoftë se mund të themi që nuk ka problem për mëkatin, kjo është jo biblike, sepse Zoti është shenjtë. Në qoftë se mund të themi që Zoti nuk na do, kjo është jo biblike, sepse Zoti është dashuri. Prandaj është kryqi. Kryqi është zgjidhja e Perëndisë pa dalë nga natyra e tij. Perëndia e do njeriu dhe nuk mund ta marrë në praninë e tij me mëkat, sepse është dritë, është zjarr që konsumon. Prandaj nëpërmjet kryqit, qengjit të Perëndisë, që është absolutisht i përsosur dhe pa mëkat, Perëndia siguroi pagesën për çdo mëkatar. Në kryq Perëndia tregon veten të shenjtë. Në kryq Perëndia e dënoi mëkatin në Jezu Krishtin. Në kryq Perëndia e tregoi veten të dashur, të hirshëm, të mëshirshëm, sepse ai ofroi hir për mëkatarin në Krishtin. Prandaj është esenciale, është bazike, është themelore që të kuptojmë që natyra e Perëndisë është e pandryshueshme dhe Perëndia është i pandryshueshëm në natyrën e tij. Prandaj tek Hebrejt 13:8 ne lexojmë: Krishti është i njëjtë dje, sot dhe përjetë. Dhe te Malakia thuhet: Unë jam Zoti, nuk ndryshoj. Pra natyra e Perëndisë është përjetësisht e pandryshueshme dhe ai kurrë nuk del nga natyra e tij. Ne morëm kaq vargje dhe kaq kohë për natyrën e Perëndisë, ndërkohë që po flasim për sovranitetin e tij. Por është shumë e rëndësishme të kuptojmë këtë, sepse duhet të kuptojmë që Perëndia nuk e ndryshon natyrën e tij. Tani Perëndia është i plot fuqishëm. Perëndia është sovran. Amen. Dhe në qoftë se duam të kuptojmë sovranitetin e Perëndisë sipas Biblës, atëherë duhet të kuptojmë që sovraniteti duhet të jetë në harmoni me natyrën e Perëndisë, me esencën e Perëndisë. Sovraniteti nuk duhet të dalë nga natyra e Perëndisë, nga esenca e Perëndisë. Sepse në qoftë se ne tjetërsojmë natyrën e Perëndisë, ne do të tjetërsojmë Perëndin. Pra Perëndia nuk e ndryshon natyrën e tij. Ndryshe pushon si qeni Perëndi. Dhe ashtu si kryqi është zgjidhja e Perëndisë, dhe kjo zgjidhja është pa dalë nga natyra e Perëndisë, por është në kufijtë e natyrës së tij, edhe sovraniteti duhet të jetë në harmoni me natyrën e Perëndisë, me esencën e Perëndisë, pa dalë nga natyra e tij, pa dalë jashtë natyrës së tij, dhe është në kufijtë e natyrës së tij. Tani le të shkojmë te Hebrejt 6 dhe në vargun 18 ne lexojmë që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej. Pra Perëndia është sovran, por në sovranitetin e tij ka të pamundur të gënjej, sepse nuk del jashtë natyrës së tij. Ai bën çdo gjë, ai bën ç'të doj, por ja këtu Perëndia po e kufizon sovranitetin e tij, që të jetë në harmoni ose të jetë në kufijtë e natyrës së tij. Prandaj Perëndia nuk gënjen. Prandaj Perëndia nuk bën padrejti. Prandaj Perëndia nuk mund të dalë jashtë qenies së tij. Ai është dritë dhe dashuri. Prandaj nëse mësojmë për sovranitetin që është mbi kufijtë e tij dhe jashtë kufijve të natyrës së Perëndisë, atëherë po mësojmë një sovranitet jo biblik. Po vini re çfarë mëson Kalvini. Dhe po citojmë Kalvinin: Perëndia jo vetëm që parashikoi rënien e njeriu të parë dhe në të rënimin e pasardhësve të tij, por edhe organizoi atë sipas dëshirës së tij.
Pra mësimi i Kalvinit është një perëndi sovran, por ky mësim është jashtë natyrës së tij, sepse Perëndia, sipas Kalvinit, është ai solli të keqen, madje ai e organizoi. Pra Kalvini ka një të kuptuar jo të plot të Biblës në lidhje me sovranitetin e Perëndisë. Mësimet e gabuara të Kalvinit si prishja totale, zgjedhja pa kushtëzuar, shlyerja kufizuar burojnë nga mos studimi i plot i fjalës së Perëndisë. Duke nxjerrë Perëndin jashtë natyrës së tij, Kalvini mëson që Perëndia sovrane ka dekretuar tashmë çfarë do të ndodhë, dhe njeriu nuk ka asnjë lloj alternative përveç se të ekzekutojë dekretin e Perëndisë si një lloj roboti. Zoti sipas Kalvinit e ka vendosur që nga krijimi se cilët do të shkojnë në paraqe, cilët do të shkojnë në ferr. Dhe po e citojmë përsëri më poshtë. Jeta e përjetshme është paracaktuar për disa dhe dënimi i përjetshëm për të tjerë. Prandaj çdo njeri duke qenë i krijuar për njërin ose për tjetrën nga këto qëllime, them se është i paracaktuar ose për jetën ose për vdekjen. Pra kalvinizmi mëson se është zgjedhja e vetë Perëndisë që disa njerëz të mallkohen përgjithmonë. Po Perëndia nuk është i keq. Perëndia nuk bën mëkat. Perëndia është dritë. Zoti kur nuk ishte ndërmend që t'i shpëtonte ata sipas Kalvinit. Pra atë kategori njerëzish që ai ka dekretuar të shkojnë në ferr. Zoti veti ka paracaktuar që ata të shkojnë në ferr sipas Kalvinit. Por kjo nuk është ajo që fjala e Zotit thotë. Le ta ilustrojnë kalvinizmin me një ilustrim. Le të themi që një shkencëtar injekton tek 10 njerëz sëmundje të rëndë vdekjepruese. Le të themi 5 prej tyre ai zgjodhi që t'i shëronte dhe u dha ilaçin e shërimit. Dhe 5 të tjerëve ai zgjodhi që të mos u jepte ilaçin dhe ata vdiqën. Pra 5 u shëruan sepse u dha ilaçin, 5 nuk u shëruan sepse nuk u dha ilaçin dhe ata 5 vdiqën. Pyetja është, a mendoni që moralisht shkencëtari ishte i mirë me ata 5 të tjerë? Kjo është pikpamja e Kalvinit. Ju jeni 10 njerëz në familjen tuaj, të sëmurë nga mëkati, por Zoti zgjodhi që vdekja e Krishtit ishte vetëm për 5 nga familja juaj. Edhe ata u zgjodhen me sovranitet për shpëtim që nga krijimi. Por ndaj 5 të tjerëve, Perëndia dekretoi që të mos u jepte falje dhe shpëtim me gjakun e Krishtit. A mendoni që moralisht Perëndia është i mirë nëse sillet në këtë mënyrë siç u soll shkencëtari? A sillet kështu Perëndia e Biblës? A është kjo natyra e Perëndisë? Mos keni gjykim të anshëm, por keni një gjykim të përkohur, të shëndosh. Pikpamja e Kalvinit me sovranitetin është pikërisht në këtë mënyrë, si sapo mësuam si puna e shkencëtarit, duke mësuar sovranitetin jashtë natyrës së Perëndisë. Edhe kjo është i selektiv me Biblën. Sepse Kalvini mësoi që gjithçka që ndodh në planet është e destinuar të ndodhë për shkak të dekretit sovran të Perëndisë që nga krijimi. Duket që Kalvini ka qenë një student jo i mirë. Në qoftë se ne do të hedhim poshtë natyrën e Perëndisë për hir të sovranitetit, ne po tjetërsojmë Perëndinë e Biblës. Perëndia e Biblës është sovran, por nuk gënjen. Perëndia e Biblës është sovran, por nuk kryen të keqen. Ai është i mirë, ai është i dashur, ai është i mëshirshëm, ai është i hyrshëm, ai është i drejtë, ai është dritë. Sovraniteti i Perëndisë nuk mund të tjetërsojë natyrën e Perëndisë. Dhe nëse sovraniteti i Perëndisë tjetërson natyrën e Perëndisë, kjo nuk është një mësim nga Bibla, është një mësim jo biblik. Po bëjmë një citim tjetër të Kalvinit. Krijesat drejtohen nga dekreti i Zotit, saqë nuk ndodh asgjë tjetër përveç asaj që ai ka vendosur me vetdije dhe me dëshirë. Unë pranoj lirisht doktrinën time si këtë, se Adami ra, jo vetëm me lejen e Perëndisë, por edhe me këshillin e tij. Pra kuptimi i kalvinist për sovranitetin është që Zoti është sovran dhe në sovranitetin e tij planifikoi, orkestroi dhe shkakton çdo gjë që ndodh në univers. Pra Zoti shkakton çdo gjë që ndodh në univers sipas Kalvinit. Por ky kuptim nuk qëndron në shkrime, sepse Zoti është sovran, por nuk del jashtë natyrës së tij. Në fakt Zoti mund të kishte dekretuar që Adami të zgjidhte të mirën, por pas ka dekretuar që Adami të zgjidhte të keqen. Pra Zoti pas ka zgjedhur mëkatin
në vend të zgjidhte të mirën. Kuptoni që Perëndia nuk është shkaku përfundimtar i çdo gjëje, por është autoriteti përfundimtar mbi gjithçka. Le të flasim shkrimet, le të lëmë shkrimet të flasim më sa. Perëndia është sovran dhe në harmoni me natyrën e tij, ai është i drejtë. Jobi 34:12 thotë, sigurisht Perëndia nuk kryen të keqen dhe i plotfuqishmi nuk shtramëron drejtësinë. Pse nuk e bën të keqen? Sepse është një Perëndi që është i drejtë, sepse është një Perëndi që është i shenjtë. Pse nuk shtramëron drejtësinë? Sepse është një Perëndi që është i drejtë. Dhe nëse Perëndia do të shtramërojë drejtësinë, do të dilte nga natyra e tij, do të pushonte si qenë i Perëndi. Pra Perëndia është sovran, por është në harmoni me natyrën e tij, ai është i drejtë. Le të vazhdojmë tek Zanafilla. Perëndia është sovran dhe në harmoni me natyrën e tij, ai është drejt. Zanafilla 1:31 na jepet krijimi i njeriu edhe gjitha gjërave që Zoti krijoi më sipër. Atëherë Perëndia shikoi të gjitha ato që kishte bërë dhe ja, ishte shumë mirë. Kështu erdhi mbrëmja dhe pastaj erdhi mëngjesi, dita e gjatë. Ne shohim që Perëndia nuk krijon mëkatin. Pse? Sepse natyra e Perëndis është drejt. Në të nuk ka fare errësire. Por nga erdhi mëkati? Roma 5:12 na mëson që mëkati hyri në botë nga një njeri, dhe ky është Adami, dhe me anë të mëkatit hyri vdekja. Dhe vdekja u shtrit tek të gjithë, sepse të gjithë mëkatuan. Zoti i tha njeriu te Zanafilla 2, po e theve urdhrin tim, do të vdesësh. Dhe njeriu sigurisht e theu dhe hëngri nga pema e njohjes të mirët dhe të keqes. Ne lexojmë që te Zanafilla 3 deri në 5 që kemi dhimbje, kemi lot, kemi sëmundje, kemi vrasje, kemi vdekje në planet. Pra mëkati solli pasoja të rënda me njeriu, por është njeriu që zgjodhi të mëkatonte. Solli dhimbje, solli lot, solli vuajtje, solli vrasje, solli vdekje. Nuk erdhi sepse Perëndia kishte parasaktuar që të ndodhin, por erdhi sepse Perëndia kishte lënë njeriu me vullnet të lirë të zgjidhte, të hante nga pema ose të mos hante. Dhe kur hëngri, ai vdiq, edhe hyn gjithë këto gjëra që po ndodhin në këtë planet, që nuk e kanë autor Perëndin. Zoti është sovran, dhe në sovranitetin e tij ai është në harmoni me natyrën e tij, që është dashuri. Jeremia 19:5 thotë, i ka ndërtuar vendet e larta Baalit për të djegur bitë e tyre në zjarr si holokaust Baalit, gjë që nuk e kisha urdhëruar dhe për të cilën nuk kisha folur kurrë dhe nuk më kishte shkuar ndërmend. Perëndia është dashuri, kjo është natyra e pandryshueshme e Zotit. Perëndia nuk kishte në mendje djegjen e fëmijëve në zjarr. Por nëse do të ishte dekretuar, do të ishte në mendjen e Perëndis. Vargu që lexuam nuk tingëllon siç mëson Kalvini, domethënë që fëmijët u dogjën me zjarr sepse ishin dekretuar që nga fillimi. Po vargu thotë që Perëndia as nuk e kishte shkuar në mendje. Pra Bibla po na mëson që Perëndia di çdo gjë, por nuk është shkaktari çdo gjëje. Le të vazhdojmë. Perëndia është sovran, por në harmoni me natyrën e tij, ai është i durueshëm. Zbulesa 2:21 thuhet, dhe i dhash kohë që të pendohet për kurvrinë e saj, por ajo nuk u pendua. Pra ne lexojmë që njeriu jo vetëm që nuk i është dekretuar dënimi, por Perëndia i jep një shans që të pendohet. Edhe kjo është për shkak sepse njeriu ka marrë nga Perëndia vullnetin e lirë. Në një mënyrë tjetër të shprehur të sovranitetit të Perëndisë është që Perëndia nuk është shkaku i përfundimtar i gjithçkaje, por se ai është autoriteti përfundimtar mbi gjithçka. Le të vazhdojmë. Perëndia është sovran, por ai nuk shkakton me dekret çdo gjë që ndodh. Tek Osea 8 vargu 4 ne shohim që kanë bërë disa mbretër, por jo sipas dëshirës time. Kanë caktuar krerë, por pa dijenin time. Pra ne lexojmë që njerëzit kanë vendosur mbretër pa dëshirën e Perëndisë. Nëse ngjarjet do të ishin paracaktuar, ashtu siç Kalvini ka mësuar, atëherë çdo gjë do të ndodhte sipas paracaktimit sovran. Po nuk e thot këtë Osea. Osea thot që caktuan njerëz pa dëshirën e Perëndisë, pra drejtues pa dëshirën e Perëndisë. Le ta ricitoj Kalvinin nga libri i tij. Ne mendojmë që Perëndia dekretoi atë që duhej të bënte dhe tani me fuqinë e tij ekzekuton atë që dekretoi. A mëson këtë Bibla? Sigurisht jo.
Nëse ishte Perëndia që të vendosi që mbretërit do të bënin atë që do të bënin tek Osea me dekret, atëherë ashtu do të thoshte Osea. Por Osea thotë që njerëzit bën atë që ishte kundër vullnetit të Perëndisë. E di që ka kalvinistë që nuk pajtohen me çdo gjë që mësoi Kalvini dhe quhen me lloje të ndryshme ose grupe të ndryshme, kalvinistë të moderuar, kalvinistë mesatar, kalvinistë ekstrem, dhe nuk dua të flasim për grupimet kalviniste, por duam të flasim për mësimin biblik për sovranitetin. Le të vazhdojmë tek e parë Samuelit 15. Perëndia është sovran dhe nuk shkakton me dekret çdo gjë që ndodh. Zoti thotë, unë jam penduar që nuk e kam bërë Saulin mbret, sepse ai është larguar nga unë dhe nuk ka zbatuar urdhrat e mia. Pra nuk ka bërë atë që Perëndia i ka thënë. Por nëse Zoti është sovran edhe shkakton çdo gjë me dekret sipas Kalvinit, atë do të thotë që Sauli duhet të bënte eksaktësisht atë që Perëndia kishte thënë, por Sauli nuk e bëri. Sa nuk e bëri, sepse Sauli ka vullnet të lirë, ashtu si çdo njeri ka vullnet të lirë. Sovraniteti i Biblës nuk do të thotë që Zoti shkakton gjithçka, sepse ashtu si një mbret që është sovran mbi mbretërinë e tij, po nuk shkakton gjithçka që ndodh, madje një mbret sovran në mbretërinë e tij duhet të merret ende me rebelët kundër mbretërimit të tij. Edhe Zoti do të merret me këtë, edhe ka një histori me njerëzimin për 7000 vjet, përpara se të kalojë në liçenin e zjarrt të gjithë ata që zgjodhen të mos e duan, dhe në qiellin e ri dhe në tokën e re do të banojë me ata që zgjodhen ta duan. Por nuk mund të kuptosh sovranitetin e Perëndisë nëse hedh poshtë natyrën e Perëndisë. Le të shkojmë tek e parë Korintasve 14. Perëndia është sovran dhe nuk shkakton çdo gjë që ndodh me dekret. E parë Korintasve 14:33 thotë, sepse Perëndia nuk është Perëndi trazimi për pajtimi si gjitha kishat e shenjtorëve. Shumë gjëra ndodhin në këtë planet, rrëmuj, konfuzion, paqartësi, por nuk e kanë autor Perëndin. Tani nëse mbledhim të gjitha këto së bashku, ne kuptojmë. Perëndia është sovran, Danieli 4:35. Dhe për shkak se Perëndia nuk e tjetërson natyrën e tij, sepse ai është i pandryshueshëm, Malakia 3:6, ne gjejmë në Bibël disa gjëra që Perëndia nuk mund t'i bëjë, Hebrejnë 6:18. Atëherë mësimi biblik është që sovraniteti i Perëndisë është brenda kufive të natyrës së tij dhe nuk del nga natyra e Perëndisë. Tani lexojmë përsëri Hebrejnë 6:18, që me anë të dy gjërave të pandryshueshme, në të cilat është e pamundur që Perëndia të gënjej. E pamundur që Perëndia të gënjej. A e bën kjo Perëndi më pak sovran? Jo. Ai është aq sovran sa ka fuqi të kufizojë sovranitetin e tij. Dhe ky kufizim është sipas natyrës së tij, është brenda natyrës së tij, është në kufinë e natyrës së tij. Ose veprimi i sovranitetit është në kufinë e natyrës së tij. Pra ne mësuam që kufinë e sovranitetit janë së pari tek natyra e Perëndisë. Së dyti, kufinë e sovranitetit janë tek privilegjet e dhëna. Perëndia sovran në sovranitetin e tij u ka dhënë njerëzve disa privilegje dhe ai qëndron në këto privilegje që u ka dhënë atyre. Ai mban ato. Kjo ka shumë rëndësi për të kuptuar sepse nuk është lojë fjalësh. Zoti u ka dhënë njerëzve disa privilegje. Dhe privilegji i parë është privilegji i vullnetit të lirë. Është Perëndia sovran që në sovranitetin e tij u ka dhënë njerëzve privilegj, dhe ky privilegj është privilegji i vullnetit të lirë. Shkrimet dëshmojnë që njeriu i pashpëtuar ka vullnet të lirë, të vijë tek Krishti ose ta refuzojë atë. Shkrimet dëshmojnë që njeriu ka vullnet të lirë, të shërbejë Perëndisë ose të refuzojë shërbimin ndaj Perëndisë. Le të shkojmë te Zanafilla 4, le të lexojmë vargjet 6 edhe 7. Jemi menjëherë pas rënies të njeriu në mëkat, edhe njeriu ka rënë, është i prishur nga natyra, edhe le të shohim që ai gjithashtu ka edhe vullnet të lirë. Vargu 6 thot, atëherë Zoti i tha Kainit, pse je pezmatuar dhe pse fytyra jote është e dëshpëruar? Në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Por në rast se bën keq, mëkati po të ruan te porta dhe dëshirat e tij drejtohen ndaj teje, por ti duhet ta sundosh. Është Zoti vetë që po flet me Kainin dhe po i thot, pse je pezmatuar? Ti e ke në dorë të zgjedhësh. Nëse bën mirë, do pranohesh. Nëse bën keq, po të
po të ruan mëkati, por ti duhet ta sundosh atë. Tani dëgjoni pak me vëmendje. Në qoftë se ngjarjet, domethënë që Kaini të vrasë vllain janë dekretuar që nga krijimi, siç mëson Kalvini, atëherë Zoti po zbulohet mashtrues këtu. Sepse ai po mashtron Kainin, ndërkohë që Zoti e ka dekretuar që Kaini do e vrasë Abelin. Është kot që i thot, është kot që e këshillon në rast se bën mirë. Por Zoti nuk është mashtrues. Përkundrazi, sovraniteti i mësuar nga kalvinizmi e nxjerr Perëndinë e Biblës jashtë natyrës së tij. Ju të thoni që nuk mëson këtë Kalvini, e keni gabim. Këtë mëson. Ja ta citoj përsëri. Krijesa drejtohen nga dekreti i Zotit, saqë nuk ndodh asgjë tjetër përveç asaj që ai ka vendosur me vetdije dhe me dëshirë. Ne e dim që në vargjen në poshtë Kaini e vret Abelin. Dhe nëse Kaini e vret Abelin sipas dekretit të Perëndisë, këshilla që Zoti i dha Kainit është një këshill hipokrite. Pse? Sepse Zoti i tha Kainit, në rast se bën mirë, a nuk do të pranohesh? Po nëse bën keq, mëkati po të ruante porta dhe dëshirat e tij drejtohen kundër teje, ndaj teje, por ti duhet ta sundosh. Së dyti, sipas Kalvinit, meqense Perëndia sovrane kishte dekretuar tashmë që Kaini do të vriste Abelin, atëherë i bie që Zoti nuk ka një këshill të duhur me të. Ka thyer poshtë natyrën e tij, ka hedhur poshtë si qenë një Perëndi i drejtë. Por Zoti nuk del nga natyra e tij, nuk është mashtrues, edhe në qoftë se Zoti nuk mashtron, edhe në qoftë se jemi të ndershëm me veten dhe me Zotin, atëherë kemi një problem serioz me mësimin e Kalvinit. Zoti e këshilloi drejt Kainin, Zoti i tha në qoftë se bën zgjedhje të mira, sepse njeriu ka vullnet të lirë, do të pranohesh. Në qoftë se bën zgjedhje të këqija, do të kesh pasoja. Pra Zoti nuk e dekretoi vrasjen e Kainit, ashtu siç e mëson Kalvini, ashtu siç e mëson Kalvini. Le të shkojmë te Jozue 24 vargu 15. Dhe në rast se ju duket gjë e keqe të shërbeni Zotit, zgjidhni sot kujt doni të shërbeni, o perëndive të cilët u shërbihen etërve tuaj për te lumit, o perëndive të amorejve në vendin të cilëve ju banoni sot. Sa për mua dhe për shtëpinë time do të shërbejmë Zotit. Jemi në kontekstin e dhjatës vjetër ashtu siç ishim te zanafilla. Ende njeriu nuk ka rilindur, sepse rilindja në Bibël ndodh në dhjatën e re me vdekjen, varrosin dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Pra jemi me njerëz të parigjeneruar. Thirrja e Jozueut për Izraelin është zgjidhni. Vendimi i Jozueut për veten e vet është që zgjodhi. Dhe kjo nuk është në vullnetin e prishur, por është në vullnetin e lirë, të cilët Perëndia sovrane dha njeriu në vullnetin e tij, në sovranitetin e tij. Përsëri ne nuk jemi qenie që ekzekutojmë vendimet e një dekreti të paracaktuar, por jemi qenie me vullnet të lirë që Zoti vetë na e dha. Dhe në këtë vullnet të lirë Perëndia dëshiron që ne ta duam Perëndin ose të mos e duam atë, por është në vullnetin ton të lirë të dhënë nga Zoti. Shikoni te Gjoni 14. Vargu 15 thot, nëse më doni. Pra nuk është diçka e dekretuar në mënyrë robotike për njeriu, por është një vullnet i lirë që Perëndia ja dha njeriu. Nëse më doni. Ka një kusht që është në dorën e njeriu, të shpreh dashurinë. Nëse më doni, zbatoni urdhrimet e mia. Zbatimi i urdhrimeve është tregues i dashurisë së njeriu ndaj Perëndisë. Pra Perëndia dëshiron që ta duam Perëndin me vullnetin ton të lirë. Dhe në këtë vullnet të lirë ne zgjedhim të shërbejmë atij ose jo. Ja pse Zoti na dha vullnetin e lirë. Ai do që të tregojmë dashurinë ndaj tij. Jo me imponim, jo me një dekret që nga krijimi dhe ne thjesht ekzekutojmë atë dekret. Ne mund të debatojmë gjatë, por Zoti nuk na ka bërë një lloj qenie që ekzekuton vendimin e Perëndisë që ishte dekretuar që nga krijimi, sepse ti, unë, çdo njeri jemi krijesa me vullnet të lirë nga Perëndia. Dhe Zoti na dha këtë privilegj. Lavdi Zotit. Lavdi Zotit. Legje për të 5 vargu 29. Sikur të kishin gjithnjë një zemër të tillë të më kishin frikë dhe të respektonin të urdhrimet e mia që të rroni gjithnjë në begati ata dhe bijtë e tyre. Ne shohim që Perëndia sovran ka dëshira, por këto dëshira të Perëndisë
nuk e cënojnë vullnetin e lirë. Është pashtyrma ose dëshira e Perëndisë sovran. A mund t'i bënte Zoti njerëzit si qenie robotike që të vepronin ashtu si donte Perëndia? Po nuk i ka bërë kështu. Sipas Biblës, njeriu ka vullnet të lirë. Dhe nuk është paracaktuar që nga krijimi që disa të shkojnë në ferr, disa të shkojnë në paraj. Përsëri le të kthehemi tek shembulli. Shkencëtari ka injektuar 10 njerëzit sëmundje vdekjepruese. 5 njerëzve u dha ilaçin, 5 të tjerëve zgjedh të mos u jap ilaçin. 5 njerëz rrojnë, 5 të tjerë vdesin. A mendojmë ne që shkencëtari moralisht është një shkencëtar i mirë? Jo. Por ky është kalvinizmi. Kalvinizmi e tjetërson Zotin në natyrën e tij, sepse thotë që Zoti dekretoi që 5 të shpëtohen dhe 5 të shkojnë në ferr, ose disa të shpëtohen, disa të shkojnë në parajs. Shpresoj që është shumë e qartë për ju. Bibla nuk është e vështirë për të kuptuar, por është e vështirë për të besuar. Të bekuar janë ata që besojnë fjalën e Zotit. Lexojmë Mateu 23, vargu 37. Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët e i vret me gur ata që të janë dërguar. Sa herë kam dashur t'i mbledh bitet tu ashtu si mbledh kloçka zojtë e vet në krah, por ju nuk deshët. Dhe nëse lexojmë me kujdes Biblën, do të vësh re që kur Jezusi hyn në Jeruzalem, ai pa qyteti dhe qau mbi të, thuhet e Luka. Ai donte t'i mblidhte njerëzit. Ai kishte dhimbje të madhe, por Izraeli nuk deshi. Ju mund ta bëni Perëndin që të ndjej dhimbje, të qaj për zgjedhjet tuaja, por Zoti nuk vendos me sovranitet duke ju detyruar juve me forcë që të bëni atë që ai ka dekretuar të bëni. Përkundrazi, Zoti sovran ju ka dhënë juve vullnet të lirë, dhe ai e respekton vullnetin e lirë që ju ka dhënë. Të mohosh sovranitetin, të mësosh sovranitetin jashtë natyrës së Perëndisë, jashtë privilegjeve që Perëndia i dha njeriu, është gabim. Përsëri, ju mund të detyroni Zotin që të lëshojë një pasirëm siç e lexuam aty, që ai të tregojë dashurinë e tij, të tregojë dëshirën e tij, që tregon që ai po e kufizon sovranitetin e tij, duke ju lënë juve zgjedhje të lirë për të bërë ato që dëshironi. Pra, sovraniteti i Zotit është i kufizuar nga vullneti i lirë i njeriut. Sigurisht që kjo zgjedhje e lirë që Zoti na ka dhënë ka pasojat e veta, sepse ekziston edhe ligji i korrjembjelljes nga Perëndia. Ne e gjejmë te Galatasit 6:7, por le të shkojmë te 2 Thessalonikasit 10 deri në 12. Vargu 10 thotë dhe nga çdo mashtrim ligësie për ata që humbin, sepse nuk pranuan të duan të vërtetë për të qenë shpëtuar. Ajo që thot vargu 10 është që disa njerëz nuk pranuan të duan të vërtetën, pra zgjodhen të refuzojnë të vërtetën, zgjodhen të mos shpëtohen. Vargu 11 dhe 12 janë kostot që vinë pas zgjedhjes. E prandaj Perëndia do të dërgojë atyre një gënjim që të t'i bëjë të gabojnë, që të besojë gënjeshtër, të dënohen të gjithë ata që nuk i besuan së vërtetës, po përqafuan ligësinë. Zoti nuk do që njerëzit të mëkatojnë. Zoti nuk do që njerëzit të vuajnë për mëkatet e tyre. Por njeriu bën zgjedhjet e veta, sepse Zoti ka lënë me vullnet të lirë dhe bashkë me to ka dhe kosto. Dhe ajo që ndodh është që Perëndia pastaj do t'i përdori këto gjëra në mënyrë që të marrë lavdi. Te Psalmi 76 vargu 10 thotë edhe zemrimi i njerëzve do të shndrohet në lavdi për ty, dhe ti do të rrethohesh nga veturinat e zemrimit të tyre. Nuk po themi që Perëndia ka dekretuar mëkatin dhe do të lavdërohet me mëkatin ose të keqen e dekretuar. Jo, nuk e thot Bibla. Perëndia kur nuk del nga natyra e tij, ai është i shenjtë, ai nuk dekreton të keqen. Por po themi që Perëndia ka lënë njeriu me vullnet të lirë. Dhe megjithëse njeriu ka marrë vendimet e veta, ka bërë zgjedhjet e veta, ai do të korrë atë që ka mbjell dhe Perëndia do të marrë lavdi edhe përmes zgjedhjeve të këqija të njeriu. Pra ne shohim në shkrimet që gjithçka që njeriu bën në vullnetin e lirë në fund të fundit do të lavdërojë Perëndin. Këtë po thot Psalmi. Le të vazhdojmë te Jeremia. Jeremia 18:7 deri në 10. Nganjëherë për një komb dhe për një mbretëri unë flas dhe them që duhet shërrënjosur, rrëzuar dhe shkatëruar, por në rast se ai komb kundër të cilit kam folur
heq dorë nga ligësia e tij, unë pendohem për të keqen që kisha menduar t'i bëja. Herë tjetër për një komb dhe për një mbretëri unë flas për ndërtimin dhe për të mbjella. Por në rast se ai komb ose ajo mbretëri bën atë që është e keqe në sytë e mi, duke mos dëgjuar zërin tim, unë pendohem për të mirën që i kisha premtuar t'i bëja. Edhe këtu është vullneti i lirë që Perëndia ka dhënë njeriu. Pra ne shohim që Zoti kishte caktuar dhe pastaj bazuar nga sjellja e lirë e kombeve, Zoti e ndryshon atë që kishte caktuar. Pra nuk ka paracaktim të ngjarjeve, situatave me dekret sovran që nga krijimi, por kemi Perëndin sovran që respekton vullnetin e lirë, që ka kufizuar sovranitetin e tij, bazuar me privilegjet që Perëndia ju ka dhënë njerëzve. Bibla është shumë e thjeshtë, por fatkeqësisht teologët kalvinistë e bëjnë të vështirë. Tani kuptimi biblik për sovranitetin është e drejta supreme e Perëndisë për të bërë çfarë të dojë me gjërat që janë të tija, në përputhje me natyrën e tij dhe premtimet e tij në fjalën e tij. Ky është kuptimi biblik. Një pyetje e thjeshtë për një njerëz që beson te Kalvini është: a besoni që Zoti është sovran dhe bën ç'të dojë? A mund të bëjë Zoti sovran njeriu me vullnet të lirë? A mund ta bëjë Zoti njeriu me vullnet të lirë? Bibla dëshmon që njeriu ka vullnet të lirë. Ti mund të thuash jo, që njeriu nuk ka vullnet të lirë. Atëherë shumë e thjeshtë. Kush je ti? Kush je ti që mund t'i thuash Zotit se si ai duhet ta bëjë njeriu? E di që ka mjaft kalvinistë që thonë që vullneti i lirë nuk është në Bibël. Je gabim. Lexoje Biblën, por hiqi syzet e John Calvinit. Te Luka 19 le të shkojmë së bashku. Vargu 27 thotë: pastaj, veç kësaj, i sillni këtu armiqtë e mi, të cilët nuk donin që unë të mbretëroja mbi ta dhe i vritni përpara meje. 3 gjëra janë në vargu 27. Vinë rreth se thot nuk donin, dhe ky është vullneti i lirë i njeriu. Vinë rreth gjithashtu që thot mbretëroja, dhe mbretëria është e lidhur me Perëndin, me sovranitetin e Zotit. Perëndia është një Perëndi sovran që mbretëron në univers. Dhe njerëzit kanë zgjedhur të rebelojnë kundër mbretërimit të tij, kështu jepet në varg. Pse? Sepse ata kanë vullnet të lirë. Bibla thotë që ata nuk donin. Vinë edhe thotë gjithashtu, sillini këtu dhe vritini përpara meje. Ky është Perëndia sovran që i mban njerëzit përgjegjës për vendimet e tyre, për mënyrën se si e përdoren vullnetin e lirë që Zoti ua kishte dhënë. Pra Zoti i dha njerëzimit privilegj. Zoti i dha njerëzimit në sovranitetin e tij zgjedhje të lirë. Dhe unë kam një pyetje për ty që nuk e pranon këtë. Kush je ti që i kundërvihesh Perëndisë sovran? Pra kufijtë e sovranitetit janë tek natyra e Perëndisë, janë te privilegjet e dhëna, dhe ne folëm për privilegjin e vullnetit të lirë. Tani le të shohim për privilegjin e lutjes. Ne e dim këtë varg të shkurtër të Biblës që është tek e parë Thesalonikëve 5 që thotë lutuni pa pushim. Lutuni pa pushim. Perëndia nuk i ka dhënë njeriu privilegjin e lutjes në mënyrë që ai të lutet edhe gjithçka që ai ka dekretuar të ndodh, do të ndodh, edhe lutja është një lutje kot. Në qoftë se gjithçka është e parashikuar ose paracaktuar me dekret sovran dhe ngjarja që është dekretuar për të ndodhur do të ndodh, dhe askush nuk mund të bëjë dot gjë kundër këtij dekreti, atëherë dhe lutja është kot ose është një mashtrim. Atëherë edhe parë Thesalonikëve 5:17 është një mësim i kot, ose ndodhet kot në Bibël. Le të lexoj numrat 14. Numrat 14, 11 dhe 12 thotë: pastaj Zoti tha Mojsiut, deri kur do të më përçmojë ky popull? Deri kur do të refuzojnë të besojnë pas gjithë atyre mrekullive që kam bërë në mes tyre? Unë do të godas me murtaj dhe do ta shkatroj, por do të bëj prej teje një komb më të madh dhe më të fuqishëm se ai. Ky është plani i Perëndisë. Dhe Perëndia po ja bën të ditur Mojsiut planin e tij. Zoti do godiste Izraelin dhe do ngritte një komb po Izraelin nëpërmjet Mojsiut për të përmbushur planin e tij. Çfarë po ndodh më poshtë? Në vargjet 18 dhe 19 ne lexojmë që Mojsiu lutet. Edhe ai i tregon Perëndisë në vargun 18 natyrën e tij, që ai është i mirë, që ai është i hirshëm, edhe gjithashtu po i kërkon që ta fali. Dhe në këtë rast lutja ndryshoi planet e Perëndisë. Në qoftë se Mojsiu nuk do ishte lutur,
Perëndia sovran do të vazhdonte planin e tij ashtu siç ja tha Mojsiut. Besoj që bjem të gjithë dakord këtu. Por ajo që vëmë re është që Mojsiu lutet, ndërhyn dhe kjo lutje ndryshon planin e Perëndis. Dhe Perëndia nuk e shfaros Izraelin. Pse? Sepse Mojsiu lut. A tingëllon kjo ngjarje si mësimi i Kalvinit për sovranitetin? Domethënë, ja ta citoj Kalvinin. Krijesa drejtohet nga dekreti i Zotit saqë nuk ndodh asgjë tjetër përveç se asaj që ai ka vendosur me vetdije dhe me dëshirë. Jo, nuk tingëllon si ajo që Kalvini mëson. Përkundrazi ne shohim që Perëndia e kufizon sovranitetin e tij për shkak të lutjes. Lutja mund të bëjë që Perëndia sovran të ndryshojë planet e tij. Gjithashtu le të shkojmë tek Jona 3:9 dhe 10. Ku të dish në ktheft Perëndia, do u pendof dhe lënd më njalë zemrimin e tij të zjarrt dhe kështu nuk vdesin. Kur Perëndia pa atë që të bënin, domethënë që po ktheheshin nga rruga e tyre e keqe, Perëndia u pendua për të keqe që kishte thënë se do të bënte dhe nuk u bëri. Dhe lutja në këtë pikë ndryshon dënimin e Perëndis, sepse Jona shkon në mes të Ninives dhe thotë edhe 40 ditë dhe qyteti do shkatërrohet. Dhe Jona shpall fjalën sovrane të Perëndis sovran, por Perëndia ndryshon dënimin, sepse lutja ka ndikim në sovranitetin e Perëndis. Ndërkohë që të kuptoni që lutja është privilegji që Perëndia na ka dhënë, ashtu si vullneti i lirë është privilegji që Perëndia na ka dhënë. Kur ne shkojmë te 2 Mbretët 20, ne vëmë re që Ezekia smuret për vdekje. Nuk do të lexojmë atë, po e keni aty në ekran. Edhe ajo që ndodh është që Zoti i thotë, rregullo shtratin se ke për të vdekur. Ne shohim që ai kthehet nga Perëndia dhe i lutet Perëndis. Dhe në vargjet 5 dhe 6 Perëndia çfarë bën? Ai ndryshon atë që i kishte thënë më përpara që ke për të vdekur. Dhe i jep 15 vjet jetës së Ezekias. Atë të vdiste Ezekia në qoftë se nuk do lutej po, do të ndodhte ajo që Zoti kishte thënë. Por çfarë ndodhi? Lutja e Ezekias pati ndikim tek Perëndia dhe ndryshoi atë që Perëndia kishte thënë. Pra është e qartë që Perëndia kufizon sovranitetin e tij përmes privilegjit të lutjes. Patjetër që lutjet duhet të jenë sipas vullnetit të Perëndis e para Gjonit 5:14-15. Por ashtu si lutja nuk mund të jetë kundër vullnetit të Perëndis, edhe sovraniteti nuk mund të jetë kundër natyrës së tij dhe privilegjive që Perëndia u ka dhënë njerëzve ose njeriut. Kuptimi biblik për sovranitetin është e drejtë supreme e Perëndis për të bërë çfarë të dojë me gjërat që janë të tija në përputhje me natyrën e tij dhe premtimet e tij në fjalën e tij. Ky është kuptimi plot për sovranitetin. Pra pam kuptimin e sovranitetit, kufijtë e sovranitetit që janë natyra e Perëndis, janë privilegjet e dhëna nga njeriu dhe është privilegji i vullnetit të lirë dhe lutja. Le të shohim pikën e 3. Qëllimi i sovranitetit. Te Danieli 4 ne e lexuam atë dhe mësuam për sovranitetin e Perëndis, por le të shkojmë te Zbulesa 4:11. Zbulesa 4:11 thotë: Ti e i denj o Zot të marrësh lavdinë, nderimin dhe fuqinë, sepse ti krijove të gjitha gjërat dhe nëpërmjet vullnetit tënd ekzistojnë dhe u krijuan. Ti krijove, domethënë krijimi përket Perëndis sovran. Nëpërmjet vullnetit tënd u krijuan, domethënë krijimi erdhi në ekzistencë për një qëllim, për një arsye. Pra kur Perëndia bëri krijimin, nuk e bëri vetëm që të tregonte që ai sovran mbi gjërat e veta, por ai e bëri krijimin me qëllim që të kishte një qëllim, një arsye. Dhe Zbulesa 4:11 na tregon që krijimi është krijuar nga Perëndia për një qëllim, dhe ky qëllim është që t'i jap Perëndis derë dhe lavdi. T'i jap Perëndis derë dhe lavdi. Perëndia është sovran dhe do të kujdeset tani për qëllimin e tij në mënyrë që ai të marrë lavdin nga gjërat e tij, domethënë të marrë lavdin nga krijimi i tij. Nuk është sovraniteti mbi lavdin, por sovraniteti është për të garantuar lavdinë e Perëndis. Perëndia është sovran, lavdi Zotit. Në natyrën e tij ai e ka të pandryshueshme, edhe ai është konstant në natyrën e tij, lavdi Zotit. Por i ka dhënë njerëzve gjithashtu privilegje dhe nuk i hedh poshtë ato, lavdi Zotit. Njerëzit i ka bërë me privilegjin e vullnetit të lirë. Njerëzit u ka dhënë privilegjin e lutjes. Lavdi Zotit për këtë. Tani si lidhet gjitha këto së bashku? Sipas Zbulesës 4:11. Nëse shikoni diagramën, atë keni një njeri që futet. Edhe pastaj në fund, pavarësisht vendimeve, gjërave që do të marrë me vullnetin e lirë, çdo gjë do të konkludojë për lavdin e Perëndis dhe për këtë do të garantojë sovraniteti i Zotit. Ose këtë do ta garantojë sovraniteti i Zotit.
Pra Perëndia sovran do të sigurohet që gjithçka të dalë për lavdinë e tij. Ai si një Perëndi sovran do të përmbush planin e tij sipas natyrës së tij, pra nuk do të dalë nga natyra e tij, nuk do të bëjë të keqen, edhe do të jetë në harmoni me natyrën e tij, edhe sipas privilegjeve që u ka dhënë njerëzve, qoftë privilegji i vullnetit të lirë, qoftë privilegji i lutjes. Pra kjo është ajo që po kuptojmë në fjalën e Perëndisë. Pra Perëndia ka natyrën e tij të shenjtë dhe dashurinë, nuk e hedh poshtë atë. Perëndia i ka dhënë njeriu privilegjin e vullnetit të lirë dhe nuk është një lloj krijese që ekzekuton vendime si një makineri për shkak të një dekreti që nga fillimi. Njeriu ka privilegje të lutet dhe të ndërhyjë te Perëndia dhe kjo lutje është e fuqishme. Dhe Perëndia sovran është sovran. Amen. Dhe në sovranitetin e tij sipas paranjohjes së tij, ai e ka mbyllur historinë për lavdinë e tij, jo sipas paracaktimit të tij, por jo me krijesa që ekzekutojnë vendime në mënyrë robotike, por me krijesa që kanë vullnet të lirë, me krijesa që kanë privilegjin e lutjes për të ndërhyrë te Perëndia. A nuk e prezanton pikpamja biblike Perëndin ton më sovran se kalvinistët? A nuk e prezanton pikpamja biblike Perëndin ton më sovran se kalvinistët? Kalvinistët e prezantojnë Perëndin si një inxhinier që projektoi një fabrikë dhe i vuri makineri të punojnë njëra pas tjetrës dhe kemi në seri një prodhim në seri të një artikulli. Thjesht është shtypur diçka edhe ato dalin njëra pas tjetrës. Ekzekutojnë vendimin që dha inxhinieri. Po Bibla mëson ndryshe. Edhe në gjithë vullnetin e lirë që Perëndia i ka dhënë njeriu, edhe në gjithë privilegjin e lutjes që ka dhënë, edhe në gjithë natyrën e tij që ai nuk e tjetërson, Perëndia është sovran dhe ka kufizuar sovranitetin e tij. Dhe gjithashtu e ka përfunduar planin e tij, sepse ai paranjeh çdo gjë nga fillimi në fund dhe nga fundi në fillim, dhe ka përfunduar planin e tij, jo me paracaktim robotik, por ka përfunduar planin e tij në paranjohje, edhe ka përfunduar planin e tij duke i respektuar ato vullnet të lirë, ato privilegje të lutjes, dhe gjithashtu duke mos e thyer natyrën e tij. Bibla është e mahnitshme. Por gjithë përjetësinë Perëndia do të lavdërohet nga krijesa që e duan Perëndin me vullnetin e lirë dhe zgjodhen ta duan me vullnetin e lirë, që të vinë tek Krishti dhe kjo i jep lavdi Perëndis. Po ashtu Perëndia do të marrë lavdi dhe nga gojët e njerëzve që refuzuan të vinë tek Krishti, sepse ata do dëshojnë dashurinë e tij të madhe. Perëndia u foli atyre, dërgoi njerëzit e tij edhe u dha lajmin e mirë, edhe krimi dëshmoi gjithashtu, ndërgjegja dëshmoi gjithashtu, edhe Perëndia ju shfaq atyre, por ata refuzuan Perëndin. Edhe ata do t'i japin lavdi Zotit, po Zot, ti je i mirë, ti je i dashur, ti je i mëshirshëm, ti je plot hir. Edhe kjo do t'i jap Perëndis nder dhe lavdi, edhe nga të shpëtuarit, edhe nga të pashpëtuarit. Isaia 42:8 thotë, unë jam Zoti, ky është emri im, nuk do t'jap lavdin tim me asnjë tjetër. Sovraniteti i Perëndis do të garantojë përmbushjen e qëllimit final të Perëndis që është gjithçka t'i jap atij lavdi. Sigurisht që Perëndia është i gjithdijshëm dhe në gjithdijen e tij ai ka mbaruar historinë, brenda kësaj historie janë lutjet tona, zgjedhjet e tija, zgjedhjet e njeriu të lirë që ne bëjmë, edhe madje gjithashtu edhe në harmoni me natyrën e tij. Por Zoti nuk e ka përfunduar historinë në paracaktim, por e ka përfunduar historinë në paranjohje. Duhet të kuptojmë këtë paranjohjen dhe paracaktimin. Pjetër na mëson për paranjohjen të zgjedhurve sipas paranjohjes së Perëndis Atit, me anë të shenjtërimit të frymës për të bindur dhe spërkatur me gjakun e Jezu Krishtit hiri dhe paqja u shumoft mbi ju. Pra zgjedhja e Perëndis bazohet në paranjohjen e tij. Sigurisht kalvinisti mund të thotë se paranjohja e Perëndis është e pandryshueshme, dhe për këtë arsye ngjarjet nuk mund të zhvillohen në një mënyrë ose në një mënyrë tjetër përveç se asaj që Perëndia ka dekretuar që të ndodhin. A ju kujtohet historia e Davidit në Keila, tek e parë Samueli 23? Njeriu mund ta thyej paranjohjen e Perëndis. Nëse Davidi do kishte qëndruar në Keila, ajo që kishte thënë Perëndia në paranjohjen sovrane të tij do të ndodhte. Por Davidi u largua nga Keilahu dhe theu paranjohjen sovrane të Perëndis, dhe ajo që Perëndia tha nuk ndodhi dhe Davidi shpëtoi kokën. Paranjohja dhe paracaktimi janë dy gjëra të ndryshme. Roma 8:29 thotë sepse ata që i kanë njohur që më përpara
dhe i ka paracaktuar që të jenë të ngjashëm me shëmbëltyrën e birit të tij, kështu që të jetë i parlinduri në mes shumë vëllezërve. Njohja ose paranjohja ka një element, është gjithdia e Zotit. Domethënë Perëndia e di se çfarë do të ndodhë përpara se të ndodhë. Paracaktimi ka vetëm dy element. Njëra është gjithdia e Zotit ose paranjohja dhe tjetra është përmbyshja, domethënë që ti bëj gjërat që të ndodhin. Është gjithëpushtetshmëria e Perëndisë. Por paranjohja nuk ka lidhje me paracaktimin. Motra dhe vëllezër, çështja nuk është kalvinizmi për Bibla. Unë njoh vëllezër që janë kalvinistë. Ata janë miq të mirë të dashur dhe kam marrëdhënie shumë të mira me ta. Por unë jam një bari i vendosur nga kryebariu dhe e di që Bibla është standardi dhe jesë shokët apo miqtë e mirë. Unë do t'i jap llogari përpara Zotit për mënyrën si kam prezantuar Biblën, për mënyrën se si e kam mësuar fjalën e Perëndisë. Shpresoj që çdo pastor në këtë planet e merr seriozisht këtë. Bibla duhet të jetë autoriteti. Ne nxitemi, inkurajohemi, motivohemi nga shumë njerëz të Perëndisë. Po Bibla duhet të jetë standardi. Kur njerëzit evitojnë shkrimet, duhet të ndjekim Biblën. Bibla është fjala e Zotit, jo pastori juaj. Bibla është fjala e Zotit, jo kisha biblike e Durrësit. Bibla është fjala e Zotit, jo reformimi protestant. Bibla është fjala e Zotit, jo Agustini apo katolicizmi. Bibla është fjala e Zotit, jo Kalvini apo kishat kalviniste. Mos mbani kalvinizmi si standard në emër të Biblës, por mbani Biblën si standard, sepse Bibla është fjala e Zotit. Afrohuni Biblës në mënyrën e duhur, është shumë e rëndësishme kjo. Ju lutem më jepni pak minuta, shikoni pak me kujdes këtë që do të them. Lexojeni dhe studioni Biblën në mënyrë holistike dhe jo selektive. Le të bëjmë një krahasim të shpejtë. Pikpamja selektive ose kalviniste për tërheqjen është tek Gjoni 6:46. Askush nuk mund të vijë tek unë poqë se Ati që më ka dërguar nuk e tërheq dhe unë do ta ringjall atë në ditën e fundit. Pikpamja holistike ose e plot biblike për tërheqjen është tek Gjoni 12:32. Dhe unë kur t'jem ngritur lart nga toka do t'i tërheq të gjithë tek unë. Kalvinistët citojnë Gjoni 6, por e hedhin poshtë Gjoni 12. Gjoni 6 thot: askush nuk vjen tek unë nëse nuk ka tërheqje. Kalvinistët e lexojnë që vetëm të zgjedhurit thirren nga Perëndia. Në fakt nuk thot atë Bibla. Lexojeni ashtu siç e thot. Kalvinistët nuk e shohin Biblën të plot, sepse tek Gjoni 12:32 ne kemi Biblën të plot, edhe e plot thot që të gjithë njerëzit tërhiqen. Doktrina e Kalvinit që vetëm të zgjedhurit tërhiqen është bazuar në vargje selektive dhe jo në pamjen e plot. Le të shohim te Gjoni 10 lidhur me shlyerjen. Unë jam bariu mirë jep jetën e vet për delin. Kjo është pikpamje e pjesshme, është pikpamje selektive. Por pikpamja e plotë e Biblës është ta lexosh të gjithë Biblën. Edhe Bibla thot tek Timotheu 2:6, i cili dha veten si çmim për të gjithë. Pra vdekja e Jezusit nuk ishte vetëm për delet. Vdekja e Jezusit ishte për të gjithë. E di që kalvinistët do të thonë që ishte vetëm për të zgjedhurit, por nuk thot Bibla kështu. Gjoni 3:16 thot që Bibla thot që Krishti vdiq për gjithë botën. Hebrejt 2:9 thot që Krishti vdiq për çdo njeri. E Timotheu 2:6 na mëson që Krishti vdiq për të gjithë, domethënë edhe për delet, edhe për të shpëtuarit. Ky është vargu plot që e përmban brenda edhe Gjoni 10:11. Pra Gjoni 10 është vargu pa plot, ndërsa Timotheu 2:6 është vargu plot dhe e përfshin edhe Gjoni 10. Kurse Gjoni 10 e refuzon ose e përjashton e Timotheu 2:6. Përsëri doktrina e Kalvinit që Krishti dha jetën vetëm për të zgjedhurit është ndërtuar në vargje selektive dhe jo në pamjen e plotë të Biblës. Duhet të jeni në kontekst kur lexoni Biblën. Edhe kalvinistët do të thonë që jeni në kontekst. Edhe unë them dëgjojeni kalvinistët kur thonë që jeni në kontekst. Por shikojeni Biblën, hapeni vetë Biblën, lexojeni në kontekst çfarë thot Bibla. Për shembull, qasja jashtë kontekstit ose kalviniste për të zgjedhurit. Ata citojnë shumë janë të thirrur, po pak janë të zgjedhur, duke cituar Mateu 20 vargu 16. Por në kontekst nuk po thot për shpëtim. Shumë janë të thirrur për shpëtim, por pak janë të zgjedhur për shpëtim. Nuk e thot këtë. Nuk është ky konteksti. Konteksti është për thirrje për të shkuar në vresht. Doktrina e Kalvinit për të zgjedhur për shpëtim është ndërtuar mbi nxjerrjen e Biblës jashtë kontekstit. Gjithashtu duhet të jetë pa i shtrëmbruar shkrimet. Dhe ai tha, Jezusi,
Çfarë shkruan në ligj? Si e lexon? Të njëjtët gjë do të dëgjosh edhe nga kalvinistët. Edhe ata do thonë mos i shtrëmbrosh shkrimet. Dhe sigurisht ti dhe unë nuk duhet të shtrëmbrojmë shkrimet. Duhet të lexojmë Biblën ashtu siç është shkruar. Djegësit e mësimeve të Kalvinit do e linin kalvinizmin nëse do e lexoni Biblën ashtu siç është shkruar dhe do e besonin ashtu siç ka thënë Zoti. Le të jap një shembull. Keni në kontrast në PowerPoint 2 lexime. Leximin e Biblës që e keni të shkruar në Biblën tuaj dhe leximin kalvinistë si kalvinistët e lexojnë Biblën. Gjoni 1:9 thot: ai fjala ishte drita vërtet që ndriçon çdo njeri që vjen në botë. Nëse e ke Biblën, këtë po lexon. Leximi kalvinist është: ai fjala ishte drita vërtet që ndriçon çdo të zgjedhur që vjen në botë. Kështu e interpretojnë kalvinistët. Po nuk po lexojnë Biblën ashtu siç është. Leximi i Biblës është tek Gjoni 1:12, por të gjitha atyre që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë atyre që besojnë në emrin e Tij. Leximi kalvinist është: por të gjitha atyre të zgjedhurve që përpara krijimit të botës që e pranuan, ai u dha pushtetin të bëhen bijtë të Perëndisë atyre që besojnë në emrin e Tij. Si tha Jezusi? Si e lexon Biblën? Ashtu është. S'ka pse e tjetërson. Lexoje Biblën si një fëmijë. Lexoje Biblën me një mendje të thjeshtë, pa mendësi kalviniste në mendje. Roma 10:13 thot: në fakt kushdo që do të thrasë emrin e Zotit do të shpëtohet. Leximi kalvinist është: në fakt të zgjedhurit që do të thrasin emrin e Zotit do të shpëtohen. Përsëri mund të them, djegësit e mësimeve të Kalvinit do e linin kalvinizmin nëse do lexoni Biblën ashtu siç është shkruar dhe do e besonin ashtu siç e ka thënë Zoti. Bibla nuk është e vështirë për tu kuptuar, është e vështirë për tu besuar, por kur në mendje je hidhëruar me mësime të rreme, do të lexosh Biblën me mendësi sipas mësuesit që të ka mësuar dhe jo sipas drejtimit të frymës së shenjtë. Le të lexojmë përsëri pak nga 1 Gjoni 2:2. Ai është shlyesi për mëkatet tona dhe jo vetëm për tonat, por edhe ato të gjithë botës. Pra Bibla nuk po mëson për shlyerje të kufizuar, pra për një kategori njerëzish, por po mëson për shlyerje të plotë për gjithë njerëzit. Si është shkruar? Jo si e lexon në mënyrën tënde. Si është shkruar? Është shkruar që ai është shlyesi për mëkatet tona. Lavdi Zotit. Jo vetëm për tona, por edhe gjithë botës. Lavdi Zotit. Si është shkruar Gjoni 3:16? Perëndia deshi aq shumë botën, jo të zgjedhurit. Nuk e di me sa mirësjellje ta them, por fakti është kokfort që kalvinistët i shtrëmbrojnë shkrimet. Ata shtrëmbrojnë Biblën me doktrinën e tyre. Nëse nuk do shtrëmbroni shkrimet, do të hidhni Kalvinin poshtë. Është e pamundur të ndjekësh doktrinën kalviniste për shpëtim pa i shtrëmbruar shkrimet. Le të kthehemi te sovraniteti. Mësimi kalvinizmi i sovranitetit që Zoti në sovranitetin e Tij planifikoi, orkestroi dhe shkakton absolutisht çdo gjë që ndodh në univers është jo biblik. Të mësosh që Perëndia sovran bën ç'të doj, duke dalë jashtë natyrës së Tij dhe jashtë vullnetit të lirë të njeriu që ai me sovranitetin e Tij ka dhënë. Po mëson një perëndi tjetër, por jo për perëndinë e Biblës. A është Zoti sovran? Sigurisht që është sovran. Është i plotfuqishëm, por jo në kuptimin kalvinist. Sipas Kalvinit, njerëzit janë të detyruar që të bëjnë atë që është paracaktuar nga dekreti sovran. Nga çdo anë që ta kapësh mësimin e Kalvinit, njeriu është një qenie robotike. Le ta lexoj sërish Kalvinin. Perëndia jo vetëm që parashikoi rënien e njeriu të parë dhe në të rënimin e pasardhësve të Tij, por edhe organizoi atë sipas dëshirës së Tij. Le të bëjmë një pyetje të sinqertë. Nëse njerëzit janë ashtu siç mëson Kalvini, domethënë të paracaktuar të mëkatojnë, sepse s'ka zgjedhje tjetër, përveç se të bëjnë atë që Perëndia sovran ka dekretuar, atëherë kush po e bën mëkatin? Kush po e bën mëkatin në këtë planet? Njeriu ka vullnet të lirë. Njeriu ka zgjedhje. Perëndia është sovran, ai nuk kryen të keqen. Luka 19:27 vargu i fundit. Veç kësaj i sillni këtu armiqtë e mi, të cilët nuk doni që unë të mbretëroja mbi ta dhe vritni përpara meje. Nuk donin. Është vullneti i lirë njerëzve që unë të mbretëroja. Tregohet sovraniteti i Perëndisë. I vritni përpara meje.
Tregohet që Perëndia i bën përgjegjës njerëzit për mënyrën se si u sollën, si e përdorën vullnetin e lirë. Le ta mbyllim. Kuptimi biblik për sovranitetin është e drejtë supreme e Perëndisë, për të bërë çfarë të dojë me gjërat që janë të tija në përputhje me natyrën dhe premtimet e tij që janë dhënë në fjalën e tij. Ne folëm për sovranitetin sot. Perëndia është sovran, po ky sovranitet nuk e hedh poshtë natyrën e pandryshueshme të Perëndisë, as privilegjet që Perëndia i ka dhënë njeriu, që është vullneti i lirë dhe lutja. Herën tjetër do të kemi pyetje përgjigje. Nëse keni pyetje në lidhje me kalvinizmin ose paqartësi, na i bëni dhe ne do përgjigjemi. Faleminderit për ardhjen tuaj besnike, përshëndesni një tjetrin, Zoti ju bekoft.